Në një nga zonat më të bukura të luginës së lumit të Vlorës përgjatë aksit nacional Kuç-Qeparo, ndodhet agroturizëm, restorant dhe resort Abej, një destinacion që po tërheq gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj. I pozicionuar mes gjelbërimit dhe peizazheve magnitëse të Rivierës Shqiptare, resorti ofron një panoramë spektakolare dhe një atmosferë relaksuese, ku natyra, ajri i pastër dhe qetësia kryejnë kushte ideale për pushim në çdo stin të vitit. Ky investim i rëndësishëm në fushën e hotelerisë dhe agroturizmit, i vendosur në territorin e Bashkisë Marës, është kthyer në një nga pikat më të vizituara të zonës. Gjatë verës, temperaturat e freskëta dhe pozicioni panoramik e bëjnë Abej një balkon natyror mbi gjelbërimin, ndërsa në muajt e tjerë të vitit vazhdon të mirëpres vizitor që kërkojnë qetësi, ushqim cilësor dhe mikpritje tradicionale. Këtu në Abej, shijoni mrekullitë e natyrës përmes kësaj pike panoramike, si dhe zhurmën e bukur të Gjinkallave. Resorti ndërthur traditën me standardet moderne të shërbimit, kuzhina është e pasur me produkte bio të zonës, duke u ofruar klientëve një menu të larmishme, ku spikasin djathrat artizanal, bulmeti freskët, byreku, pispilia, gatimet tradicionale të Labris, por edhe specialitete të kuzhinës italiane. Krahas produkteve të detit, vizitorët mund të shijojnë edhe mish të freskët, të përzgjedhur, të përgatitur sipas recetave tradicionale dhe moderne. Për të garantuar cilësinë dhe freskinë maksimale të produkteve, administratori i resortit Dimitër Kapaj ka investuar në ndërtimin e një baxhoje moderne brenda kompleksit. Ajo është pajisur me standardet më të larta të sigurisë ushqimore dhe shërben si qendra ku përpunohen çdo ditë produktet e bulmetit që përdoren në restorant, por edhe hidhen në treg. Gjatë vizitës së televizionit 6+1 Vlora në ambientet e baxhos, u ndoq nga afër i gjithë procesi i prodhimit të djathtit, që nga përpunimi i qumshtit deri tek maturimi i produktit. Çdo fazë realizohet në kujdes të veçantë, duke respektuar standardet e higjienës dhe teknologjitë bashkëkohore të përpunimit. Tani po bëjmë djathin e bardh. Morëm qumshtin, qumsh dhije, e morëm e zijem e kazan në ty, 65 gradë, e piksëm 33 gradë, e tani e përpunojmë aty. Tani është përpunimi i djathit. Përfundon djati, po, aty për momentin. E kalojmë në stazhonim në Karavanea, e kalojmë në nesër hedhëm në vask në Sallomur, pas nesër e nxjerrim, pastaj 40 ditë sa ta vetë. Djath është i konsumueshëm për 40 ditë. Po, brenda 40 ditë konsumueshëm. Tani për momentin vjen djath të bardh, ka shkallën vetëm rreth 20 ditë që kemi përfunduar. Po. Ju prodhoni dhe të bardhë? Djath të bardh, djath kaçkavall, salskosi, gjisirë, gjalp, urrë, kaçupi, në gjitha. Këto tregtohen apo përdoren vetëm për restorantin? Për restorantin. Për restorantin, po? Edhe për tregtin, po, e tregtin. Produktet ruhen në ambiente frigoriferike të posaçme, në kushte optimale temperature dhe higjiene, çka garanton cilësinë dhe sigurinë e tyre deri në momentin kur serviren në restorant ose dalin në treg. Këtu jemi te dhoma frigoriferike, aty mam salcën e kosit edhe gjizën e irës. Te kjo dhomë. E kemi përpunuar ne, e kemi gatuar ne, tani vajtë e kemi stazhonuar aty, stazhonim. Këtu do më thënë që e mam për shitje. Është gati për pushitje? Gati për shitje, po. Për të shkuar në restorant? Për të restorant, për klienta, kush doj, mund të vitë marrë. Në baxho punojnë edhe punonjës të huaj, të cilët shprehen se janë përshtatur shumë mirë me jetën dhe punën e tyre në Shqipëri. Ata vlerësojnë kushtet e punës, marrëdhëniet me kolegët shqiptar dhe mbështetjen që marrin nga drejtuesit e resortit, duke konsideruar Abej një vend ku profesionalizmi dhe respekti ecën krah për krah. Përveç prodhimit të bulmetit, agroturizëm Abej merret edhe me mbarshtimin e qengjave, kecave, pulave dhe shpendëve të tjerë. Kafshët rriten në mjedis natyror, ushqen në kullota të pastra të zonës malore dhe kujdesi i vazhdueshëm për to reflektohet në cilësinë e mishit që u ofrohet klientëve. Këtu jemi te Abellia Resort. Këtu është ferma jone që përdorim për të therrur dhe për të mbajtur te lokali. Ata janë kecrit, ata janë shelekrit. Kecrit i mbajnë mbyllur, shelekët mbyllur, kurse dhëntë edhe ditë i kemi nxjerrë në mal për kullot. Janë njerëz çoban që i mbajnë atje. Këto i përdorim, i therrim edhe i përdorim për te lokali për mish, për klientët
Për çdo moment që duhet mish te lokali e therrim direkt momentit të çastit edhe e çojmë lart për të pjekur në zgarë ose në hell, varet si e dëshirojnë njerëzit. Restoranti furnizohet pikërisht nga ferma jone. I kemi bio çdo gjë te restoranti. Sot sa keni? Sot kemi therrur 3 kokë që në mëngjes. I therrëm 2 keca dhe 1 shelek. Sipas kërkesave? Sipas kërkesave të klientëve, po. Sipas kërkesave i therrim, po më shumë therim keca dhe mish milet, edhe shelekët, po më shumë keca. Këto përdorim. Nëse klientët vinë dhe kërkojnë tashmë në këto momente një shelek ose keci, ju e thërni? Direkt moment, nëse s'ka të momentit lart e therim edhe e çojmë direkt lart pastaj. Që të vazhdoj procesi pjekjes. Gjithçka bëhet gatuhet aty dhe serviret është bio dhe freskët. Therret e momentit dhe piqet e momentit. S'ka gjë të frigoriferit fare. Kemi pulat andej që i therrim i përdorim për lart e restorantit, çdo gjë e kemi të freskët edhe bio. Filozofia e resortit është çdo produkt të vijë sa më natyral në tryezën e konsumatorit, duke ruajtur shijen autentike të zonës dhe duke promovuar prodhimin vendas. Pikërisht kjo ndërthurje mes natyrës, traditës, investimit modern dhe cilësisë së produkteve e ka kthyer agroturizëm, restorant dhe Resort Abej në një nga destinacionet më të veçanta të jugut të Shqipërisë, ku çdo vizitor gjen jo vetëm pushim, por edhe një përvojë autentike gastronomike.